Linda tani duat pës edhe rreth Facebookut, mirë po përpara kësaj duat pës Linda momentalisht është ndonjë lidhje? Menaj të doshër po menaj? Po? Jo, nuk kam të doshër heq, veç në gjithë. Çka po prezë Linda? Po prezë, bre, ka Deri sot vjen, po? deri sot të më pëlqen mu. Çfarë i pëlqen Lindës? Çka do të më pasaj mashkull që Po ti mas pori do të me konë real, si të është real, të në të ko me konë, kom thonë. Po të me konë bukur? treme, me konë, ose është interesant bukuria, nuk e lipi, ma i keq i butës me konë real, me konë treme, me konë edhe me vlera kombëtare, kom thonë, disa Me vlera kombëtare, do në gjithë se qefse, me konë patriot, me konë bodoll, shkurt që për më thonë edhe ti, që shkom thonë atje, nuk i dua ta heq, se vetë nuk jem qashtu, nuk i dua sa ta, e qështu. Do me thonë, Linda është të e prit kur vjen në ideali edhe me të fru martes. Kur të më Me vjen? gjitha këto Unë parime që ja ke nuk e vendosur. Martinza kërkon, as nuk e gjuj lidhje kërkon. Linda na premton që atë ditë kur fillon një lidhje kime bë publike dhe kime po ndonë me këtë lajm. krejt, kanë mi dit krejt, nuk më shefi kur gjonë hiq, hiq krejt tre ole im. Lind me më shef sene. Linda ke menduar ndonjëherë të futesh në politikë me qenë se po ju këndon shumë politikanëve. Unë ju kum kënue me ju kallzu serbis që kena po strima dhe kem, halo. Edhe kështë që politikant, edhe ata tonë kanë bo, në kanë pru deri që të ku jenë asët. Tonë e kanë vlerën e vete, dikush ma shumë, dikush ma pak e kryesurja krejt janë me vlerat mira. Nuk thom keq për asë një, se nuk kanë bo kur gjë keq. Krejt janë të mirë për mu. Mirë, Linda të rikthemi përsëri tek muzika, projektet e tua. Të flasim pak për estradën përgjithsisht. Linda, ti e the që ki dëshirë të bashkëpunosh ai që të ofron të bashkëpunoj me ty normalisht. Po, kush don bashkëpunim me mu, unë nuk jam i refuzu. Nuk e refuzon. Kush nuk don, edhe Njëri prej ajo është reperave drejtë më e të tij. ri të estradës shqiptare, Mozik, ka thënë që ka dëshirë të ketë në videoklipin e tij. Pse jo? Në njërin prej intervistave të tij. po more, E njeh? cili është? Mozik. Ja kum dëgjua emrin kështu, live se kum po kur, ja kum dëgjua emrin me fomë është edhe ai është shumë këngëtar i mirë. Po more, Pse edhe me jo? to bën me bodet, pse jo. Linda, çka ndodhi me rrjetet sociale tua? Me Facebookun të llogarin personale që ke pasur 2? Çka ndodhi? Mbete pa Facebook? Para shumë po t'ka, para 29 muajt dikun, atë natën kur jam shkuet në Kosovë shoh, që atë natë më kanë bloku Facebookat, të re, mrena 1 ore, 3 Facebooka, faqja zërtore, Facebooku zërtore dhe tjetri Facebook. Tret jam Çka kanë po të miq. munduan me bë me ty? Ose Kaç ti po mënuhen bën? me ma prish imazhin, Imazhin me ta prish. ose mënuhen me përfitu pak edhe. Me përfitu në bazë të klikimeve Po, apo jo? qashtu. Menojnë qashtu, se me mua dhe besoj që përfitojnë shumë. Ku të është jam një jem shumë. Ku të shtem një të Ato më së të që s'po përfitojnë. Linda, besoj shumë që edhe këtyre ju ke bërë një des. Po, more edhe aty në që të ndore për letrën, Apo- një des të mirë. Një des të mirë të shumë se Edhe aty në çfarë Facebookave. mesazhe i ke përcjell atyre të Facebookut. Kjo është një farë. E gjatë që anë ka lind? A je mundu shumë gjatë me shkrujt? Kjo është për Facebook, që shpo shkon kuhe e sudët në Facebook. Mirë, ta ndëgjojmë. Ata që kanë bu zjetër në emën temin, ata e thash ma heret, Po. atë tjetrin dis, po dhe kë Ta shohim Për se Facebook çfarë është. na ke sjellur. Këto janë ekskluzivisht vetëm për emisionin Trendite. Faleminderit Linda. Je mundu. O, ju shkoni koha tu menue, kujna Facebookun me ja blokue, ti vjedhin fotot në internet, qelin Facebooka pa konti vete, dulë prej mode o messengeri, shkoj berlogu erdh beteri, ky Facebooku na ka smue, krej dënjoja janë regjistrue, o Facebooku të roft pika, na i tranove odje me qika,
O Facebooku të dojt floka, na i tranove o pleqe ploka, por rinë notën oso ma shume, po ju shkon o dita në gjume, modere o për njoftime, të mesazhet polon takime, fjoll sheqero si qokolada, me biseda po ju shkon nota, dashurohen o marrëzishte, nuk e din qa i ndodhe realishte, propozojnë o edhe martesen, por partnerja o jafen besen, i helmojnë o zemren o pa fune, njofton goce, po i delqone, e shetret bukur si dalën dyshe, o kur po del takimo, o more po i del gjyshe. Linda, interesante kjo. Do jenë qishto, do dhe ndolin. Ndodhin, a? Tema aktuale po prek Linda gjithmonë. Lind, a të ka propozu martes dikush në rrjetet sociale ty? Plot. Plot, Anet, çka po ndodh? Po të na po ndolin babgjysha. Dolin ato qishe thash ma herët në test. Po tutesh, a? Linda, tani dua të ndalim përsëri tek çka është shkruajt për ty, çka kanë thënë mediat për ty, disa prej tyre i kam edhe këto. Sa është e vërtet kjo që ke thënë ti dona me ditë që nuk i dhënohet Nora, kisha bërë një këngë me Robertin. Është e vërtet kjo, Linda? Kjo është që shtoj dana shqiptarë shqipse në nuk di mu përgjigj me gramatik veç katënoqe. Kjo është rrën e kullume shtedhin. Po të kallëzoj që asë nuk kom thonë që po du me bo duet me Robertin. Asë që i dhënohet Nora, nuk kjo më në një qikë që i bëj ato senën njerës martuum, me thonë me dite, mos me dite, i ka mërzi. Tu i ka bo qaj Facebooku oficial, Linda Morina oficial, ma në fund edhe më mbyll. Ma në fund. E falenderoj edhe Fitim Qekun, gazetorin, i cili e ka bo atë lajmë, vërtet është një gazetor hero. E ka bo atë lajmë që mu ka mbyll Facebooku, po e falenderoj edhe Webstar tjetër në gazetë, edhe aje ka bo lojmin e është atë që... Unë vetëm këtë Facebook e kam Linda Morina këngëtare, foqja zërtare, e kom qelë para 29 muajt. Linda, a kisha bo duet me Robertin? Jo e një kolegë, pse jo? Kisha bo duet me Robertin, pak e kom po në emision të kojshia në Kosovë shohë, se habita. E kom po që kishton edhe në pranoj, me bo duet me Duhet Lindën. presim ne dhe gjitha ta që Nderit ndjekim edhe ty? pe Robertit, po unë e po pres, kusht ka pore me ma bës spotin muhe. Se pore nuk kam një Robertit, po kërkoj me i bës spot, s'kam pore në për kërkon. Duhesh me... Unë me pos pore, bëj vetë, mas pore, një spot e ke po, nuk kam Linda, spot, mirë, po ti po dhezet e pas fote heq? po më dhezet me telefon. Me telefon, kush po ti bën ato videot? Po, ato videot e kom një mutër me vogëllim në qësëm, s'është problem. Lind, këto po i bojnë, si që the edhe më herët, me përfitu për i teje. Me përfitu i bojnë, kom respekt për krejt këngëtor, thash ma herët, kusht propozon me bo, dohet me mu, lirë është të pagun spotin. Të rikthehemi Se s'muna mi pagu kërkoj. Linda, të rikthehemi përsëri tek lajmet që janë shkruajtur për ty, diçka me Ramushin që ka ndodhur. Po qaj Facebooku që e përmena ma herët oficiali, ka shkru në emër temin, pa shkru në hiq, pa kunu në hiq në atë Facebook. Çka ka Ka ndodhur? shkru që diçka për demarkacionin, diçka baja gjithë që kom thonë në mos ki derë të Ramush se Hashimi nuk e tratën Kosovën, janë djemë të matë mëllajt t'i venit, broja është veni mira, nej, do farë fjollsh, po nuk i kom thonë ato fjollë, se ata i dinë senet e veta që shja bëjnë saj punë pak ma mirë, nësë kam nevoj me imsue. Ato janë krejt pa vërteta. Tjetri lajm, Linda, e ke ftuar edhe Lumi Bi në duet, apo jo? Jo, nuk e kom ftuar, rren është. Edhe kjo nuk është e Edhe vërtetë. kjo nuk është e vërtetë, rren. Unë jam më seksi se Dafina
Zeqiri dhe Era i Strefi. A më ndonë që je? Po ku thëmë më nashtë. Ha edhe kjo është rënë, krejt që i Facebooku i ka bo këtë trillime. Çka më ndonë për Erën dhe Dafinën? Të mira janë shumë, A shumë i ndjek bukra. ato? Po i ndjeku edhe atu edhe krejt i ndjeku, qka ko të stradës shqiptare, I ndjek. qike, dje me krejt janë të mirë për mu. Nuk i nënshmaj asnjë, se nuk janë për nënshmime, janë shumë të mirë. Se cilë e bën Strada punën e jone tij me në vetë? mira, s'besoj as në Evropë, që ka stradë më të mirë se jonja. Lind, në rast se të jepet mundësia, a kishe këndu edhe në përbot? Po, Po. po kisha këndu ashtu, edhe atje këndoj. Jemi këtu tek kjo fotoja cila ka grumbulluar shumë klikime me bikine amerikane që e kanë quajtur mediat. Çka ndodhi aty? Pse vendose ta publikosh atë fotografi, Linda? Unë e vendosa për respektin e Amerikës, edhe Me bikine? me bikina amerikane edhe për që ata fonsa që ka ma lepen edhe tashti pse mos m'ja vlesu dëshiren. Tash njerëzit me largua shumë letë. Për me jafru po do të me qitë diçka të re për ta, s'po interesona me bikina, me fustona, vesha, me pandolla, diçka po do të me qitë të re për ta. Linda, po të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Rëndite, shpresoj që ke kaluar çaste të këndshme me ne. Nga jo. Shpresoj edhe të gjithë ata të cilët po na ndjekin kanë kaluar çaste të bukura me ne. Nëse ke diçka për fund, atëherë urdhëra, Linda. Për fund e kom një kongë për ty. Edhe për mua. Po, Faleminderit, Linda. përshëndetje me qitë kongë. Faleminderit. Me mira. Jo më e mira. Edhe për që ta dhe kongën ta kom qitë. Linda, po të falenderoj shumë për këto fjalë të bukura që ke shkruar për Oj, mua. meritant i jellë. Faleminderit, Linda, shumë. Miq të dashur, shpresoj shumë që kaluat çaste të bukura, ndajmë këtu. Do ndëgjojmë një këngë dhe rikthehemi në studio përsëri me diçka tjetër interesante.